Një nga kapitujt me të cilët fillohet edhe negociatat në lidhje me antarësimin është shteti i drejtës. Dhe megjithëse hapet i pari kapitull, përfundon i fundit dhe është elementi kyç në lidhje me përfundimin e gjithë negociatave në marrëdhënie me Bashkimin. Sensibilizimi është rëndësia e kësaj proteste. Po, sensibilizimi dhe këtu natyrshëm më lind pyetja Gjoni përpara se të kaloj edhe tek çështjet e tjera. Partia Demokratike në kontaktet e saj, i shoh deputetët gjithë kaos në lëvizje. Po, është shikoj, si ka ndryshuar tashmë edhe diskuri i takimeve tuaj me përfaqësues të lartë ndërkombëtar, sidomos edhe të Bashkimit Evropian, që kanë qenë më skeptik me opozitën shqiptare pas kësaj kohe? Të them të drejtën, i gjithë diskursi politik në lidhje me ndërkombëtarët ka një frymëmarrje komplet pozitive në raport me Partinë Demokratike, sepse paraqitja me fakte dhe vendosja në tavolinë e të gjithë materialeve të cilët sot disponohen jo vetëm nga ne, por edhe nga ndërkombëtarët, por kur kjo është ndërthurur edhe me element të protestës dhe me një revolt e cila është revolt popullore, padyshim që jepet efekte e veta. Dhe sot, po të shohim brenda Bashkimit Evropian, përfaqësuesit e Gjermanisë dhe të Hollandës janë avangardët në lidhje me këtë protestë e cila ose me këtë çështjen për cilën edhe zoti Tela e përmendi, që është ndjeshmëri shumë e madhe. Si mundet që një kryeminist në detyrë i akuzuar me disa akuza dhe akuzat të cilët janë ngritur nga një organ të cilët ka pas suportin më të madh edhe nga Bashkimi Evropian, por edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të ketë një kundërshti kaq të madhe nga ana e kryeministit dhe majorancës. Dhe po ta shihni, gjithë mënyra se si është ndërtuar strategjia nuk ka të bëjë lidhje me ballukun në të vërtetë, por ka të bëjë për të mos shkuar të koka e organizatës. Jo vetëm që s'ka të bëjë me ballukun, por Edi Rama ka dalë fuqishëm dhe ka deklaruar që do të bëjë edhe ndryshime. Pra i niset nga një prezumim i qartë që tashmë duhet mbrojtur ajo kulla e tij. Ka folur për ndryshime kushtetuese, ndryshime të kodit procedurës penale. Në ndryshime kushtetuese është pak e pamundur të them të drejtën në këtë fazë, sepse nuk i ka numrat për ndryshime. 94 vota. Ka nga ata që duke parë lëvizjet njerëzve të opozitës her pas here thonë që mund ta gjejë aty në është deri në momentin aktual është e pamundur, por kërkon që nëpërmjet ndryshimeve në kodin e procedurës penale, nenit 242, të zgjidhë ngërçin që unë po dëgjoj edhe mënyrën e interpretimit në lidhje me këtë, që kërkon të fusë presidentin e Republikës, kryeministrin, guvernatorin e bankës, avokatin e shtetit, popullit dhe kryetarin e kontrollit të shtetit. Kryeministrin. Tani në këtë pikpamje kjo mund të realizohet sepse numrat i ka. Por, nga ana tjetër, unë shoh që ka një presion të shtuar edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe nga Bashkimi Evropian. Ju e keni këtë gjë në kontakte se ju vetë jeni nga jurisprudenca. Absolutisht. Pra është kjo, sepse nesër Rama e bën fakt të kryer. Unë nuk duhet të abuzoj se Romiri është gazetar dhe nxjerr gjithmonë pjesën. Unë si politikan duhet jem më i kujdesshëm në raport. Dhe unë analizë atyre që na servirën. Mirë. Unë do të jem më i kujdesshëm, po të jeni të sigurt që në gjitha kontaktet të cilët janë, elementet kryesor të diskutimeve që bëhen nga ana e deputetëve të Partisë Demokratike është niveli i lartë i korrupsionit, niveli i lartë i krimit të organizuar dhe lidhjes së politikës me krimin e organizuar, momenti i luftës dhe pastrimit parave dhe njëkohësisht elementet të cilët janë të lidhur me krimin sillor. Gjoni, ndërkohë kam edhe diçka. Gjykata kushtetuese mori apo nuk mori, të bëjmë një marrëveshje fjalësh, ka vendim apo s'ka vendim, por nuk dua të hyj sot sa gjëje. Ta mbajmë ashtu siç është, nuk po i vëmë emër. Me atë votim që bëri e la të pezulluar zonjën Balluku, u bë dhe deklarata e Edi Ramës, i cili u shpreh që tashmë me pezullimin e saj Spaku nuk ka nevojë më të shkojë pranë kuvendit, sepse e ka larg çdo lloj firmosi apo ndikimi të mundshëm. Megjithatë, ka një deklaratë që ka bërë kreu i